Portat e shkarkimit në hidrocentralin e Vallut të Dejes janë të mbyllura, ndërkaq prurjet anësore janë rreth 50 metër kub ujë në sekond, ndërsa niveli është 74 metër nga 75 që është pika maksimale. Po punohet me 5 agregat dhe me kapacitet të plot të prodhimit të energjisë elektrike. Nga hidrocentrali i Vallut të Dejes mësohet se nuk ka nevojë për të hapur portat e shkarkimit apo dhe tunelin, gjë që do shkaktonte probleme në zonën e Nën Shkodrës. Portat janë të mbyllura pasi po prodhohet energji, kuotat janë normale dhe prurjet nuk rrezikojnë hapjen. Është ky version i zyrtarit drejtuesve të korporatës elektroenergjetike shqiptare. Hidrocentrali i Vallut të Dejes, i cili është porta e fundit shkarkuese në kaskadën mbi lumin Ndrin, ndodhet në kuotën e 73.7 metra nga 75 që është kuota maksimale, ndërsa prurjet anësore janë rreth 30 metër kub ujë në sekond dhe po punohet me kapacitet të plot. Ndërsa gjatë gjithë këtyre ditëve, portat kanë qëndruar të mbyllura, por po ashtu edhe tunel puhimi vjen nga banori i zonës Filip Duca. Gjatë këtyre ditëve që ka pas rreshtje shiu, është hap ky tunel? Jo, nuk ka hap asnjëherë. S'ka pas nevojë? Jo, s'ka pas nevojë sa hap asnjëherë se se ka im puna është, ka mundësi mos të hapet më kurrë. Ka lënë ka portat tani e ka lënë në energji krejt edhe mos hapet më kurrë. Sipas të dhënave zyrtare nga Kesh, po punohet me kapacitet prej 90% në të 3 hidrocentralet, ku në Fierz niveli është 292 metra nga 296 që është maksimalja, ndërsa prurjet janë 750 metër kub në sekond dhe po punohet në 3 turbina. Në Koman niveli i ujit është 171.3 metër nga 175 metra, me prurje prej 500 metër kub ujë në sekond, ndërsa është duke u punuar me kapacitet të plot. Përveç nivelit të ujit në kaskadë që shkarkohet nga turbinat e prodhimit, lumet anësor janë në kuotat minimale.